Këtë të shtunë kemi të ftuar psikologën Suela Jahja, ku do të na flasi për fëmijët dhe për plasjen e prindërve dhe se si ndikon tek ata. Familjet kanë problematika të ndryshme se që mund të jetë konflikti vazhdueshëm. Pasoja më e madhe, ata që vuajnë më shumë janë vetë fëmijët. Divorci nuk është një dëm, por konflikti vazhdueshëm patjetër që është një dëm shumë i madh dhe që lë gjurmë tek fëmia. Pari që duhet të marrin disa seanca si mund të prindërojnë, të gjithë mund të bëhen prindër, por nga ana tjetër nuk është se të gjithë kanë atë artin e të qenurit prind, sepse në të vërtetë prindërimi është një art dhe jo të gjithë e kanë këtë gjë. Të jenë të qetë, por dhe të krijojnë ambiente të qeta dhe të sigurta për fëmijët, për t'i mbrojtur ata nga ana emocionale. Së bashku burri me gruan që të mund të ndihmojnë në rritjen e fëmijës. E në pjesë të dytë kemi të ftuar Luleta Ademi, balerin, bashkë me dy nxënësit e saj, Janën dhe Borën, ku do të na flasin për baletin si art dhe sfidë dhe rëndësinë e disiplinës. Unë si fëmijë nuk është që kom pas ëndër me qenë balerin, sepse ka qenë periudha e luftës, nuk është që kemi qenë fëmijë shumë me ambicie të mëdha, që edhe në atë kohë kur kom filluar baletin, nuk është që kemi pas kushte të mira, edhe është dashur gjithçka me zor. Se unë përkas gjeneratës parë e kemi nxonat hapjen e fundit, edhe është dashur me punu shumë. Baleti është një profesion që kërkon shumë përkushtim. Me qenë balerin është një profesion shumë i mirë. Ka qenë një emocion, se kam luajtur rolin e përbardhës, mos mu të rrezukur edhe me vazhdu çfarë donte. Në shpresoj që kam bu balerin kur të rritna edhe kam e punu për me arrit. Unë kisha thonë që dush me dashur më shumë se tjerë, se nëse e do më shumë se tjerë e mrin më shumë. Këto e detajet e tjera mund t'i ndiqni në emisionin Rrit çdo të shtunë nga ora 11:30 në TVN.